Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur dashi në Letra të Rrafejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës. Sot kam zgjedhur një temë komplet të ndryshe, pak qortime për ju. Tema kur kam hapur letrat apo pyetja ishte çfarë duhet të ndryshoj tek vetja që jeta ime të ecë përpara. Ndonjëherë të dashur deshër nuk është mungesa e mundësive ajo që na ndalon. Është mënyra si reagojmë, si mendojmë, si përballemi me gjërat. Leximi juaj fillon me 6 të ujit dhe flet për emocionet. Ti ke reputacionin e njeriu që ecën përpara pa e kthyer kokën pas. Por kjo letër të tregon të kundërtën. Ka diçka që vazhdon të mbash me vete, edhe pse nga jashtë sillesh sikur nuk të intereson më. Mund të jetë një zhgënjim, një fjalë që nuk e ke harruar, një padrejtësi, ose një person që të ka lënë një shënje. Problemi nuk është se e kujton, problemi është se pa e kuptuar ke filluar të gjykosh njerëzit e rinj me plagët që të ka lënë të vjetrit. Kur dikush afrohet, ti bëhesh me njëri e kujdesshme. Kur diçka nuk shkon sipas planit, mendja të kthehet tek përvojat e vjetra. Dhe kështu e shkuara fillon të marr vendime për tashmen. Nëse do të ecësh përpara, nuk mjafton të thuash e kam kaluar. Duhet të mos lejosh më që ajo histori të ndikoj në mënyrën se si jeton sot. Shkruesi. Flet për historinë që tregon vetes çdo ditë. Çdo njeri, secili nga ne ka një zë të mbrëmshëm. Disa thonë dhe ja dal, disa të tjerët i thonë nuk ja vlen. Pyetja është çfarë po i thua ti vetes. Më duket sikur ke krijuar disa bindje që të kanë ndihmuar dikur, por sot po të kufizojnë. Njerëzit nuk ndryshojnë. Nuk mund t'i besosh askujt, nëse nuk e bëj unë, nuk bëhet. Ndoshta dikur këto mendimet të kanë mbrojtur, por sot mund të jenë arsye pse lodhesh kaq shumë dhe pse nuk ja del dot. Sepse jeta ndryshon kur ndryshon historia që i tregon vetes të dashur dashi. Nëse vazhdon të përsërisësh të njëjtën histori, do të vazhdosh të jetosh të njëjtën cikël. 7 të ujit. Kjo letër flet për kontrollin e emocioneve. Ti je shenjë që reagon shpejt, kur je i lumtur e tregon, kur zemrohesh gjithashtu. Por kjo letër të kërkon të mendosh për një gjë. Apo reagon gjithmonë ndaj asaj që ndodh, apo ndaj mënyrës se si ti e interpreton atë. Ka raste kur një koment i vogël të ndezë, apo të ndizet si shkëndi. Një vonesë e vogël të prish gjithë ditën. Një mosmarrveshje të bën të marrësh vendime të nxituara. Jo sepse situata ishte aq e madhe, por sepse emocioni mori timonin. Forca nuk është të reagosh menjëherë. Forca është të zgjedhësh kur ja vlen, të reagosh dhe kur jo. Mbretëresha e tokës të rikthen tek jeta praktike. Ke potencial për të ndërtuar shumë më tepër se sa mendon. Por ndonjëherë shpërndan energjinë në shumë drejtime. Fillon një ide, pastaj të vjen një tjetër, pastaj një projekt tjetër, të duket më interesant dhe në fund mbeten shumë fillime, por pak përfundime. Fiton. Në fakt, mbretëresha e tokës nuk fiton sepse është me zgjuara. Kjo fiton sepse është e qëndrueshme. Ajo nuk ndryshon drejtim çdo javë. Ajo ndërton tull pas tulle. Nëse do rezultate të mëdha, duhet të mësosh të mos braktisësh një rrugë vetëm sepse u bë e vështirë. Dhe ja kjo vdekje që tregon ndryshon gjithë historinë të dashur. Death, rebirth, vdekje, rilindje, apo fundi dhe rilindja.
Ajo thotë se një kapitull është duke mbaruar, por jo sepse dikush po ta merr, sepse ti nuk je më ai njeri që ishe. Ka zakone, njerëz, mendësi apo mënyra jetese që të kanë shërbyer dikur. Shumë njerëz kanë frikën nga ndryshimi. Ti duket se ke frikë nga ajo që duhet të lësh pas, sepse çdo fund sjell pasiguri. Por nëse vazhdon të mbash atë që ka mbaruar, nuk do të krijosh kurrë hapësirë për diçka të re. Tashi, jo çdo humbje apo çdo largim nga diçka është dështim. Kjo është për ju pastrim. 4 të ujit. Historia mbyllet me një letër që flet për disiplinën, jo motivimin, jo dëshirën, por disiplinën. Ti pret të ndihesh i frymëzuar për të vepruar, por njerëzit që ecin më shumë përpara nuk janë gjithmonë më të motivuarit. Janë më të qëndrueshmit, më të disiplinuarit. Bëjnë atë që duhet bërë edhe kur nuk kanë qejf, edhe kur janë të lodhur, edhe kur nuk shohin rezultate menjëherë. Kjo letër të thotë se suksesi yt nuk do të varet nga një ide e madhe. Do të varet nga gjërat e vogla që përsërit çdo ditë, sepse zakonet ndërtojnë jetën, jo entuziazmi i momentit. Të dashur dashi, këto letra tregojnë historinë e një njeriu që ka shumë energji, potencial, por që herë pas here bëhet peng i mënyrës se si reagon. E shkuara ende dikon në vendimet e tua. Ke bindje që dikur të kanë mbrojtur, por sot të kufizojnë. Ndonjëherë reagon para se të mendosh. Fillon shumë gjëra, por jo gjithmonë i çon deri në fund. Dhe je në një periudhë ku duhet të pranor se disa kapituj kanë mbaruar. Ti nuk je më ajo që ishe para një viti, 2, 3, 5. Ndryshojmë. Mesazhi i këtyre letrave është qartë. Nuk ke nevojë të bëhesh një njeri tjetër, edhe pse ndryshojmë gradualisht çdo vit. Ke nevojë të heqësh dorë nga verzioni i vetes që të ka sjellë deri këtu. Por nuk mund të çojë më tej, sepse jeta jote nuk do të ndryshojë ditën që do të kesh më shumë fat. Do të ndryshoj ditën që do të ndalosh së përsërituri të njëjtat reagime përballë të njëjta situatave. Të dashur. Dashi.